Kremlini ka konfirmuar se ka pasur kontakte diplomatike me Francën, duke lënë të hapur mundësinë për nisjen e një dialogu në nivelet më të larta politike, në një moment ku lufta në Ukrainë vazhdon të jetë e ashpër dhe pa sinjale konkrete për një përfundim të afërt. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, deklaroi se kontaktet me Parisin tashmë kanë ndodhur dhe se nëse do të shihet e nevojshme, ato mund të shërbejnë për vendosjen e shpejtë të një dialogu të drejtpërdrejtë mes presidentëve. Javën e kaluar, presidenti francez Emmanuel Macron ka dërguar këshilltarin e tij diplomatik, Emmanuel Bonnet, në Moskë. Peskov theksoi gjithashtu se deri më tani nuk ka pasur iniciativa të ngjashme nga kryeqytetet të tjera evropiane, duke nënvizuar rolin e veçantë që Franca po përpiqet të luajë në këtë fazë. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se dokumentet për garancinë e sigurisë nga perëndimi janë tashmë të përgatitura dhe mund të shërbejnë si bazë për një armëpushim të mundshëm me Rusinë. Ai theksoi se pa garanci reale dhe të besueshme sigurie, paqja nuk mund të jetë e qëndrueshme. Ndërkohë situata në teren mbetet dramatike. Forcat ruse kryen sulme me dronë në qytetin Vilnjansk, duke plagosur 4 persona, mes tyre edhe një fëmijë 2 vjeçar. Autoritetet lokale njoftuan se disa shtëpi dhe objekte private u dëmtuan, ndërsa të plagosurit po marrin trajtimin mjekësor. Humbje janë shënuar edhe në radhët e ushtrisë së Ukrainës, sipas njoftimeve zyrtare, ekuipazhi i një helikopteri ushtarak humbi jetën gjatë një misioni luftarak në rajonin e Khersonit. Ministri i jashtëm rus, Sergej Lavrov, paralajmëroi se rruga drejt paqes është ende e gjatë. Ai bëri të ditur se negociatat po vazhdojnë dhe se një raund i dytë diskutimesh është zhvilluar në Abu Dhabi, por procesi mbetet kompleks dhe larg një zgjidhjeje përfundimtare.